Udhëtim drejt shtëpisë titullohet ideja e një grupi aktorësh të teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë, të cilët dëshirojnë të ndërtojnë një kinema për fëmijët, një kinema që do të sjellë jo vetëm argëtim për ta, nëpërmjet filmave të animuar të shfaqur sipas një programi, por edhe do i edukojë nëpërmjet mesazheve të ndryshme të këtyre filmave. Ideja është për të zhvilluar sa më shumë diapazonin e botës së fëmijëve, për t'i edukuar me filma edukativ, të cilët flasin për sjelljen e fëmijëve, për moralin që duhet të kenë ata në shoqëri. Kemi zgjedhur një sër filmash të krijuar nga ne ose të shkruar nga ne. Ne po mundohemi të krijojmë disa kontakte për të animuar edhe për të krijuar diçka artistike dhe shpresojmë që interesi të jetë sa më i lartë, sa më i madh, për të krijuar një vend për fëmijët ku ata të kalojnë një kohë, ku të mësojnë, të edukohen me anë të kinemas dhe teatrit. Sipas aktorit dhe ideatorit Goskova, pritet që një ide e tillë të jetë mjaft tërheqëse për fëmijët korçar, por jo vetëm, pasi filmat e animuar janë mjaft të dashur për këtë grup moshë.